Kombëtarja e Kosovës në volejboll për vajza ka shënuar fitoren e parë në lojrat mesdhetare Taranto 2026. Dardanet dhuruan një paraqitje të sigurt dhe bindse, duke mposhtur Algjerin 3-0 në ndeshjen e dytë të grupit B. Kosova nisi ndeshjen me ritëm të lartë duke fituar setin e parë 25-19, e përsia vajzave të Kosovës u thellua në setin e dytë, të cilin e dominuan nga fillimi deri në fund për ta fituar 25-10. Kosova e kontrolloi edhe setin e tretë dhe me rezultatin 25-14 siguroi fitoren e pastër 3-0. Pas humbjes nga Greqia në ndeshjen e parë, kjo është fitoria e parë e Kosovës në këtë edicion të lojrave mesdhetare. Në mbështetje të volejbolistëve dardane në këtë përballje ishte edhe ushtruesja detyrës së presidentes Albulena Haxhiu. Republika e Kosovës për herë të parë ka ekipin më të madh që ka pasur ndonjëherë, pra me 163 sportistë në 21 sporte, dhe sot erdhëm këtu për ta parë një lojë të jashtëzakonshme të vajzave, volejbolistëve tona, dhe ku arritën fitore dhe unë i urova atyre shumë suksese në ditët që i kanë para vetes, edhe kërkova nga ato që ta japin më të mirën nga vetja, sikurse edhe sportistë të tjerë. Asnjëherë nuk mund të shkputemi nga zhvillimet në Republikën e Kosovës, sidoqoftë është moment i rëndësishëm për Republikën e Kosovës që jemi këtu edhe përpiqemi maksimalisht që të jemi sa më afër sportistëve tanë, e ndoshta kjo na bën që të shkputemi pak nga zhvillimet aktuale në Republikën e Kosovës. Kosova vazhdon garën në grupin B, ku pjesë janë edhe Greqia, Algjeria dhe Maqedonia Veriut.